Myftiri i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, priti në një takim të përzemur dhe vllazëror kryetarin e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, Hafiz Mehas Alia, që shoqërohej në këtë vizitë nga nënkryetari i parë i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, Fehim Abazi, edhe nënkryetari i dytë i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, Doktor Besim Nuzi. Gjatë takimit të përzemërt, myftiri i Shkodrës shprehu kënaqësinë e tij për vizitën e shumëpritur të vëllezërve të tij të dashur, që mbledh në nëmbredhën e tij mbi 80 qendra islame shqiptare në Zvicër. Gjatë bashkëbisedimit vllazëror u diskutua rreth angazhimeve dhe shërbimeve me dobi që hoxhallarët e nderuar shqiptar kryejnë sot në shtetin helvet, duke u bërë ambasadorët më të mirë të islamit dhe të trashëgimisë së pasur kombëtare. Kam kënaqësinë me mirëprit sot në zyrën e Myftinisë së Shkodrës, 3 miq të zemrës, kryetarin e komunitetit musliman shqiptar të Zvicrës, vëllaun edhe mikun tim të vjetër, Mehas Efendi Alia, i cili shoqënohet nga vëllau i zemrës Fehim Efendi Abazi, nënkryetari i parë i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, njëkohësisht edhe drejtues i qendrës islame për religjon, kulturë dhe integrim në Lozan, edhe doktor Besim Nuzi, një mik edhe vëlla i vjetër, i cili ka shërby për kohë në Myftininë e Tiranës, pastaj e ka thirrë Zoti për me shërby në Langenthal, atje mes Lozanës edhe San Galenit, ku shërben kryetari i komunitetit musliman e shqiptar atje, në xhamin e madhe El Hidaye, i themi Hidaja e zemrës, sepse na lidh me atë edhe me vëllezërit atje një histori e gjatë bashkëpunimi edhe lidhje shpirtënore, por jo vetëm. Është një kënaqësi shumë e madhe që sot i kemi në qytetin e Shkodrës në këtë vizitë të shpejtë, edhe është në nderin tim me i uru mirëseardhjen, edhe njëkohësisht me theksu që kontributi i hoxhallarëve shqiptar në Zvicër, në diasporë, në shumë vende të tjera, është një kontribut shumë i madh në rrugën e trashëgimisë islame, edhe kësaj ngjyrese kombëtare, rrugës së trashëgimisë tonë kombëtare, rrugës së gjuhës shqipe dhe traditave tona më të mira. Edhe për mua një kënaqësi e veçantë të jem në zyrë të myftiut të nderuar Muhamet Efendi Sytari në Myftininë e Shkodrës, në këtë qytet me qytetërim, me zhvillim, me kulturë. Ishim këtu për të shpreh falënderim për gjithë bashkëpunimin që ka treguar deri më tani, sa herë që e ftojmë na viziton dhe na nderon shumë. Prandaj dhe faleminderit shumë myfti që na e hap derën dhe na e bën të dashur këtë zyrë dhe qytetin. Lut Zotin që të keni shumë sukses dhe t'ju ruaj juve dhe gjithë qytetarët e Shkodrës, të Shkodër, të begat dhe të nderuar.